Ka vende në botë që nuk i sheh me sy, por i ndjen me zemër. Mali i Sharit është njëri prej tyre. Me shumë se një mal masiv, Shari është fryma e mirë e njerëzve, kënga e jetës së egër dhe heshtja që flet më shumë se çdo fjalë. Ai është vend i shenjtë për barinjt, i tetë çmuar në fakt për alpinistët, i jashtëzakonshëm për shkencëtarët dhe i pazëvendësueshëm për natyrën. Por Shari është edhe një betejë mes zhvillimit dhe ruajtjes, mes ndërtimit dhe rënjeve, mes planeve ekonomike dhe shpirtit të gjelbër. Një emër i ri merr përgjegjësinë për të mbrojtur këtë pasuri kombëtare dhe ndërkombëtare. Sot në studio kemi zotrin Emir Hyseini, drejtori i Parkut Kombëtar Shari. Mirë se erdhët, Emir. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Është në fakt shumë kënaqësi të kemi të ftuar këtu në studio për të biseduar për bukurinë që i sjell mali Shar dhe ne jemi shumë krenar që e kemi në një të themi bukuri natyrore në vendin tonë dhe jo vetëm që krenohemi ne, po krenohet i gjithë Ballkani të themi, mirë po, unë dua të rikthehem zotri Emir pak shumë 100 ditë më parë, kur e morë postin dhe u mëruat si drejtori i ri i Parkut Kombëtar. Si e pritet këtë përgjegjësi dhe rukëtim të ri në jetën tuaj? Atëherë faleminderit për pyetjen, domethënë ishte një përgjegjësi shumë e madhe për mua. Të them të drejtën, jam angazhuar personalisht shumë, punojmë shumë, kemi një ekip shumë të mirë dhe mundohemi që si kemi hyrë faqe bardhë edhe të dalim faqe bardhë. Pikërisht. Unë duat pak të di sepse jemi njohur të shohim si përmarrës, mirë po tash ke një detyrë e re. Si po i balancon të themi këto dy jeta apo dy punët shumë të rëndësishme në jetën tënde? Po të them të drejtën, unë fillimisht jam angazhuar shumë. Kam qenë një sipërmarrës i vogël në qytetin e Tetovës edhe tash kam marrë një përgjegjësi shumë të madhe. Parku Kombëtar ka një ekip jashtëzakonisht të mirë, mundohemi të punojmë dhe besoj që do ja dalim. Edhe jam shumë e sigurt që të gjitha planet që i keni në fakt do t'i zbatoni me të gjitha rregullat e duhura. Sapo jeni kthyer edhe nga disa udhëtime shumë të rëndësishme, ajo në Sloveni dhe në Austri. Na tregoni pak më shumë për shkëmbimin e përvojave me këto vende të cilat kanë edhe ata bukuri të mëdha në fakt natyrore dhe si jeni ndërlidhur në fakt për bashkëpunime me këto vende. Realisht ne kemi kërkuar një takim me zyrtar të Parkut Kombëtar Triglav, ku ata na kanë prit me shumë ngrohtësi, kemi shkëmbyer disa ideja, kemi pas takime në zyra ku na kanë prezantuar të gjithë parkun. Gjithashtu kemi pasur edhe në teren, vizita në teren. Po çfarë të them, ajo është diçka jashtëzakonisht, një ndër parqet më të mira në Evropë. Edhe financohet edhe nga shteti, kështu që ne jemi si drejtori me vetë financim, financohemi me vetë financim, domethënë kemi të ardhurat të cilat duhet të gjenerojmë vetë, po shpresoj që qeveria, ministria do na dalin në ndihmë kësaj radhe se kemi edhe disa probleme tjera. Diçka që mund të na veçonit pak a shumë nga Slovenia dhe nga Austria, diçka që doni me padurim ta bëni të themi të njëjtën gjë që keni parë atje të bëhet edhe këtu. Ndoshta turistët në fakt t'i ngrehim më shumë në vendin tonë, ndoshta ata kanë më shumë popularitet, themi me një fjalë. Ata kishin një problem se kishin shumë turistë. Edhe ishin duke menduar se si do e menaxhonin vitin e ardhshëm me kaq shumë turistë. Mirë po, unë çka e veçova atje, pastërtia. Pastërtia e parkut, hudhja e mbeturinëve, domethënë nuk kam pa një mbeturinë në park. Edhe pse realisht të ne kemi disa deponi të vogla që mundohemi edhe ne të kujdesemi për to. Normalisht. Edhe ti pastrojmë, mirë po fakti se ne jemi një personel i vogël, 18 të punësuar edhe nuk mund të kujdesim atë shumë. Jemi duke dhënë maksimumin, po shpresoj që do e afrohemi diku në disa vite edhe Parkut Kombëtar të Triglavit. Normalisht. Ndonjëherë nuk është vetëm puna e juaj në fakt të cilën ju duhet të përkujdeseni për parkun, mi po duhet edhe për të gjithë ata që e vizitojnë parkun të përkujdesen, veçanërisht vetdia në fakt për të mos të hudhur mbeturina aty ku ne vizitojmë vendin, për ta lënë pastër ashtu siç dhe kemi gjetur. Një ndër projektet që keni filluar që nga fillim është edhe mbjellja e 15.000 fidanëve. Si po shkon gjithë ky projekt, si ka filluar deri më tani është realizuar, ka përfunduar apo është ende në tek? Atëherë, plani me 15.000 fidane është pranë përfundimit. Domethënë, është një nga donatorët shumë serios të cilët
vinë nga Hollanda. Kemi edhe planet të tjera ku next do t'i mbyllim 30.000 edhe 45.000 fidane. Atë ditë kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, kemi edhe disa pjesë tjera. Shpresoj se doja dalim, ka qenë një mund jashtëzakonisht i madh për neve si institucion, po besoj se ky projekt do del mirë edhe projektet tjera do dalin jashtëzakonisht mirë. Edhe unë besoj, këta ekipet të cilët kanë ardhur nga Hollanda janë përkujdesur edhe për disa projekte tjera, apo vetëm për këtë me 5.000 Realisht ne kemi folur edhe disa projekte tjera, po nuk ka diçka konkrete. Shpresoj që të bashkëpunojmë edhe në projekte tjera të cilat ata vetë janë të interesuar. Besoj se duan të investojnë diçka në parkun kombëtar, por do i shohim planin e menaxhimit se si e kemi, ku mund, çka mund dhe besoj se do bëjmë diçka. Atëherë për të biseduar pak a shumë edhe pak për gjendjen e parkut, cilat janë sfidat më të mëdha që keni hasur gjatë kësaj periudhe prej një vendi kaq të pasur me biodiversitet, cilat janë 3 rreziqet më të mëdha që e kërcënojnë në fakt sot parkun e Sharit? Realisht ne si institucion, të them të drejtën, kemi problem serioz me financa. Me thënë, unë kur kam ardhur drejtor kam gjetur 2 donator, ku për skaj 1 muaj një donator na iku, për arsye me ardhen e Trumpit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se këta Global Conservation kishin fondacione nga USAID. Edhe kjo është një lajm shumë i keq edhe për neve si institucion, edhe për parkun, edhe për shtetin. Kështu që besoj që kemi dërguar disa kërkesa në qeveri edhe në ministri, besoj se kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me ministrin aktual, Izet Mexhitin, gjithashtu edhe sekretari shtetëror po mundohet gjithandej të vizitoj parqet edhe organizatët edhe shtetet tjera që të na ndihmojnë financiarisht, por besoj që doja dali. Unë dua të pyes pak a shumë edhe si është gjendja momentale, duke marrë parasysh që tashmë të themi më shumë se 100 ditë jeni prezent në postin tuaj, normalisht brenda natës nuk ndryshon asgjë. Unë dua të di si e keni gjetur parkun, me çfarë sfida të mëdha është ballafaquar parku, qoftë ajo domethënë me pajisje, qoftë ajo të themi një ekip i mirëfillt që bashkëpunon dhe ka një komunikim të mirë. Si qëndron nga si e keni gjetur deri më tani? Realisht unë për 100 apo 150 ditë nuk mund të bëj diçka të madhe, po fillimisht personeli ma ka pritur mirë, jashtëzakonisht mirë, kemi një harmoni, kemi një bashkëpunim, kemi disa udhëheqëse të sektoreve, kemi IT, udhëheqësin e natyrës dhe të drujve. Mundohemi me personel shumë pak, ku ajo është 65 hektar, ne kemi 18 personel, 8 rengjera dhe 2 teknik të pyjeve. Kështu që mendoj se shumë është personel pak, po besoj se jemi të angazhuar prej të hënën deri të diellën. Edhe të shtunën edhe të diellën po punojmë bashkërisht me ekipin, funksionojmë mirë dhe do jetë një sfidë e re për neve. Po ashtu dua të di edhe gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, ju kemi parë shumë aktiv në mbledhit që i keni bërë edhe me qytetarët. Duam të dim pak a shumë me çfarë është biseduar në këto mbledhit, cila ka qenë synimi, vizioni, po ashtu edhe misioni që keni dashur të arrini me të gjithë qytetarët. Realisht unë si drejtor kam pas dëshirë që të jem afër fshatarëve apo qytetarëve që jetojnë në park, që të ngjoj hallet e tyre, që bashkërisht të sjellin më të mira. Unë gjithmonë kam kërkuar që të jemi në bashkëpunim me to. Jo ne të jemi ato që dënojmë apo merremi me ato. Ne duhet të jemi në bashkëpunim. Unë i kam vizituar gati se të gjitha fshatrat, kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, kemi bashkë biseduar me ato dhe besoj që ditëve në vijim do takohemi edhe në zyrat tona ku t'i gjejmë problematika dhe t'i amortizojmë. Mund të na tregoni pak a shumë sa fshatra përfshirë në parkun nacional? 25 fshatra përfshirë. I vetmi park mendoj në Maqedoni që ka mbi 25.000 banor. Cilat janë disa nga historitë më interesante që keni dëgjuar, qoftë ajo edhe me kafshët, po ashtu edhe ka disa specie që janë mjaft të veçanta, mirë po ndonjë histori që keni dëgjuar nga të themi qytetarët që jetojnë në këto fshatra, diçka që ju ka lënë përshtypje që nga posti juaj? Po, realisht unë kam menduar që ata nuk kujdesen shumë, po realisht kujdeseshin shumë. Ka disa vetë iniciativa ku të gjithë së bashku marrin pastrimin e fshatit, pastrimin e parkut, marrin iniciativa jashtëzakonisht
të forta, për shembull edhe është një fshat në Kamian ku i kemi ujvarat e Kamianit, dy ujvarat e fundit të cilat i takojnë parkut. Ata si fshat kanë bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, me vetë financime kanë bërë, edhe i përgëzoj shumë edhe shpresoj që të zhvillohen ende më shumë. Unë po ashtu kur jemi edhe tek vetë iniciativa, unë jam e informuar që edhe shumë nga alpinistët të cilët e vizitojnë parkun janë edhe vullnetarë ndoshta të paraqitur tek Parku Nacional, të cilët mundohen që me aktivitete të ndryshme, organizata, mundohen edhe që të përmirësojnë edhe mirëqenien e parkut. Sa ka interesim nga alpinistët, nga vendi por edhe jashtë, turistët që e vizitojnë, si mund të arrisim këtë ndërgjegjësim tek vizitorët, të gjithë ata që duan natyrën të ta shijojnë Parkun Nacional? Atëherë me shoqatat bashkëtarë kemi një bashkëpunim të mirëfillt. I përzoj për çdo aktivitet. Dje ka pas një aktivitet jashtëzakonisht të madh në ujvarat e Lishnicës, ku ka pasur diku 250 deri 350 veta. Po fillimisht do të përgëzoj organizatorët, është një shoqatë bashkëtarë Lubotene, e cila e festoi edhe 100 vjetori. 100 vjetori. Do me thonë një arritje mjaft e madhe. Një arritje mjaft e madhe për ato. Po besoj se do kemi bashkëpunime tjera me ato, edhe ne presim me 30 qershor që ta festojmë 4 vjetorin e parkut, të kemi një organizim të tillë. Po t'ja lëm kohës deri atëherë të shohim se çka do të bëjmë. Ndërsa me turistët, cili është interesimi nga vendet të ndryshme të botës, ka interesim të mjaftueshëm apo duhet në fakt të punohet edhe në këtë aspekt për të marrim më shumë informacione, mirë po edhe turistët të informohen më shumë për vendin? Ja, ne duhet të punojmë shumë. Domethënë kemi vizitorë nga të gjithë shtetet. Por unë mendoj se kemi bërë edhe një grup në Facebook, ku aty të gjithë bujtinat, të gjithë fshatarët, të gjithë rutat nëpër ku mund të shkosh, ku mund të ecësh, duhet promovohen aty, për arsye që turistët kur të vinë të shohin dhe t'i kalojnë ato vendet e bukura që i ka Sharri. Shumë e vërtet. Për të kaluar pak a shumë edhe për të biseduar për parkun e Sharrit, mirë po edhe për Pilisterin, do të ndodhë në fakt që të keni edhe qendra të reja informative. Sa do të lehtësohet qasja e informimit për alpinistët? Po, është e vërtet, domethënë është një iniciativë e ministrisë që e përgëzoj shumë, po sido që të jetë, infoqendrat në park besoj se do na ndihmojnë shumë. Do në ndihmojnë edhe për njerëzit të cilët nuk i kanë kaluar ato vende, po edhe për njerëzit të cilët do i kalojnë. Do vinë turistët, do marrin edhe banderollat të tilla të cilët duhet ne t'i promovojmë aty me foto, me ruta, po besoj që do na ndihmojë kjo shumë për turistët. Pse mendoni deri tani nuk ka pasur? Ndoshta është dashur që ta kemi ne gjithmonë në fakt një qendër informative ku të gjithë ne mund të informohemi. Edhe unë mendoj që është dashur, por fatkeqësisht koha e shkurtë e themelimit të parkut për 3 vjet, besoj se dal nga dal do vinë disa shumë projekte. Tash e kemi edhe një projekt të cilët duhet çdo vetur të paguajë 150 denar. Ajo besoj që do na ndihmoj, motorat gjithashtu, edhe veturat off-road që dalin nëpër mal, nëpër rutat ekzistuese normalisht, jo nëpër vendet që është e ndaluar. Po shpresoj që kjo pjesë do na ndihmojë edhe neve financiarisht, edhe do mund të kujdesemi më shumë pastaj edhe për parkun, edhe për pastrimin e parkut, edhe për çfarë do të jetë në park, besoj që do na me siguri. Unë po ashtu dua pak shumë të flasim edhe për ekipin, të cilin e përmendet pak më parë, të cilët janë me të vërtetë gjithmonë të gatshëm për të gjitha sfidat që i sjell edhe puna e tyre, mirë po edhe për rezultatin që e mundson një komunikim i mirëfillt mes ekipit. Na tregoni pak më shumë për ekipin, për ndarjen e detyrave, cilat janë në fakt postet e tyre, sepse pak a shumë janë më të ndryshme se sa në televizion, po themi, sigurisht. Domethënë ne jemi 18 të punësuar. Jemi 8 ranger, 2 tekniqarë të pyjeve edhe 10 administrator. Shumë bashkëpunim të jashtëzakonshëm, po mundohemi gjithsecilit të ndihmojë gjithsecilit. Kemi udhëheqës të sektorët të cilët punojnë ditë e natë. Gjithashtu edhe kur i kemi zjarret nuk e shohim edhe kohën sa është çka është, po mundohemi që t'i lokalizojmë ato. Edhe besoj që do jetë një bashkëpunim të vazhdojë i tillë. Është në fakt shumë interesante të kesh një punë e cila të bën mjaft
krenar për ta mbrojtur një park të tillë, për të kujdesur për natyrën edhe për bukurinë që i sjell në fakt parku Shar. Mirë po pse jo edhe njerë në fakt të japim këtë mesazh që duhet vëdësuar çdo person i cili viziton Sharin, ta lënë ashtu siç e ka gjetur dhe asnjëherë mos ta dëmton atë në çfarëdo lloj mënyre. Kur jemi edhe tek pajisjet pak a shumë e përmendet, mirë po të flasim pak a shumë për pajisjet që i keni dhe që mendoni që duhet në fakt të investohet në pajisje më të reja, teknologjitë më të reja. Po ashtu ne i shohim që në shumë parqe të ndryshme të botës ka edhe dronë të ndryshëm, të cilët mundsojnë që zonat më të vështira, domethënë të themi të kenë informata dhe çaste sa më të lehtë. Si mendoni ju, zotëri Emir, në çfarë duhet të investohet më shumë momentalisht në pajisje, të cilat janë më të nevojshme për parkun? Realisht unë mendoj se duhet më shumë të investojmë në kamera. Kemi në kamera të cilat i monitorojmë edhe kafshët e egra, edhe i postojmë fotot në Facebook nga të gjitha, po besoj se kemi nevojë për shumë sende. Kemi nevojë për pajisje për renxhera, kemi nevojë edhe për vetura të cilët ne vazhdimisht jemi në terren dhe amortizimi i tyre kushton. Domethënë, mirë po me këto pajisje që i kemi mundohemi që të japim maksimumin dhe shpresoj se do gjejmë të një donator të cilët do na ofrojnë edhe pajisje të reja, edhe vetura apo tash kemi një projekt ku do i blejmë edhe biçikletat elektrike, që mos bëjmë harxime më të mëdha në mënyrë më ekologjike dhe besoj se do dalim mirë. Është për të vërtet një lajm shumë i mirë. Po ashtu edhe shkencëtarët janë të interesuar që të vinë të shohin biodiversitetin, po ashtu edhe ekologjin dhe të gjitha mikroorganizmat që gjenden në parkun e Sharit, sepse kam lexuar që ka edhe disa nga këto të themi mikroorganizmat të cilat janë mjaft veçanta dhe që gjenden vetëm në malin Shar. Mirë po ka interesim nga shkencëtarët, nga fakultetet e ndryshme për të ardhur ta vizituar? Ne realisht kemi një bashkëpunim me Universitetin e Tetovës, me disa profesor, biolog, edhe ata kanë një laborator të vogël në Kodër të Diellit ku gjithmonë jemi në bashkëpunim. Kemi pasur një takim me ato, po presim që të takohemi edhe një herë, që ta thellojmë bashkëpunimin dhe të nxjerrim më të mirën e të mundshme prej tyre. Normalisht. Kur jemi tek teknologjia dhe mediat sociale, si e përdorni komunikimin për të ngritur vetdijen për rëndësinë e parkut? Ne, domethënë, të gjithë i lajmërojmë në Facebook, po mundohemi që nëpërmjet Facebookut, nëpërmjet grupit të cilin e kemi krijuar, të gjithë njerëzit që marrin pjesë aty, të dalim sa më mirë dhe të mrijmë informata deri te qytetarët. Po mundohemi maksimum me anë të PR-it, edhe pse ato djemë çka i kam aty po mundohen jashtëzakonisht. Normalisht është e nevojshme që të dalë informacioni i saktë, asnjëherë mos të mirën të themi dezinformata nga të themi burimet të ndryshme të cilat mund t'i gjejmë në rrjetet sociale. Sa është e rëndësishme në fakt edhe rëndësia e ekologjisë në shkollat e ulta, në shkollat e mesme, për të formuar një brez që respekton natyrën. A mendon që jemi popull i cili kujdesemi mjaftueshëm për natyrën? Domethënë, ne kemi një qendër edukative në institucionin tonë. Është pak e vogël, mirë po kemi shumë interesim. Kemi shumë interesim ku të gjitha shkollat fillore të qytetit të Tetovës, gjithashtu edhe nga Shkupi, shqiptar, vinë edhe Maqedon që na vizitojnë. Ne mundohemi që të bëjmë një pjesë të programit ligjërues, ku i ligjërojmë aty, po ditëve në vijim kemi tentuar që të kemi bashkëpunim edhe me shkollat e mesme që ta shtinë në program pastërtinë, se si duhet truan bukuritë e parkut dhe ta ngrejmë vetdijen nëpër nxënësit e shkollës së mesme. Shumë e vërtet, sepse të paktën se shoh unë disa kohë, të them disa gjenerata më parë, kemi qenë mjaft të angazhuar në aktivitete do të thonë jashtë në natyrë, kemi vizituar shumë vende të ndryshme, Kodra e Diellit gjithmonë ka qenë ndër ekskursionet tona më të shpeshta, mirë po tani duhet me të vërtetë që të rritet vetdia tek të gjitha moshat, sepse janë të gjitha moshat ato që
ndonjëherë edhe shkaktojnë dëme në natyrë, mirë po vetdia duhet gjithmonë të fillon që nga moshat më të reja dhe të vazhdon ashtu edhe në vazhdimsi. Cili është vizioni juaj për 5 vite nga sot për parkun e Sharrit? Pra, unë jam e sigurt që për 150 ditë keni bërë ndryshime të shumta, mirë po si e shihni një vizion tuaj dhe një mision personal për të vazhduar dhe për ta parë parkun pas 5 viteve? Atëherë, vizioni im është që të zhvillohet jashtëzakonisht shumë, që të jemi në një rank list ku do jemi afër edhe me parqet kombëtare të tjera. Besoj se duhet shumë punë, por ne jemi duke u munduar, jemi duke krijuar diçka. Tash kemi edhe një projekt ku të cilët e kemi siguruar 100.000 euro, për të cilët do të dahen në 4 grande, ka 25.000 euro. Edhe duhet të shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë si për marsit, apo të gjithë njerëzit që jetojnë në park të aplikojnë, i kanë të gjitha informatat në Facebook të faqes zyrtare e parkut, gjithashtu edhe në faqen tonë zyrtare tjetër, kështu që besoj që edhe ne jemi aty gjithmonë në zyrë, mund vinë të informohen më detajisht dhe besoj që ky projekt do na ndihmojë për zhvillimin e parkut. Na tregoni pak më shumë edhe për organizatat e tjera që i keni në vazhdim, pra organizimet të ndryshme që ofroni, mirë po dhe disa nga organizimet e mëparshme që i keni kaluar, që janë të themi disa nga favoritet tuaja që i veçoni. Shif, organizatat bishkatare që organizojnë, shoqatat bishkatare që organizojnë organizime, mua realisht më pëlqen kur kemi vizitë te ujvarat e Leshnicës, mirë po kemi edhe Tito Vërvin ku jo çdo kush mund ta bëjë atë. Kemi edhe Lubotenin, kemi edhe shumë vende të bukura të cilët nuk i kam pa qytetarët e Tetovës. Besoj që duhet të ngrehet vetdia, të vizitohen sa më shumë, të kemi kujdes dhe të promovojmë sa më shumë së bashku. Se vetëm ne si institucion nuk mund të promovojmë aq shumë sa mundim ta bëjmë bashkërisht. Mali i Sharrit shtrihet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, zotëri Emir. Na tregoni pak a shumë me mbështetjen dhe komunikimin që e keni edhe me vendet e tjera. Sa ruhet Mali i Sharrit edhe në këto vendet rajonale? Realisht ne kemi në komunikim të jashtëzakonshëm me Parkun Kombëtar Sharr në Kosovë. Gjithashtu shpresoj të kaloj një projekt, kemi aplikuar së bashku një projekt, një cross border me Parkun e Kosovës, ku besoj që do ja dalim bashkërisht dhe do kemi një projekt mega projekt bashkë. Shpresoj që për një kohë shumë të shkurtër të dëgjojmë edhe për këtë të themi plan dhe program i cili mund të realizohet në diçka shumë të bukur mes vendeve fqinje. Dhe përfundon dua të ju pyes zotëri Emir edhe për mesazhin tuaj që do të kishit dashur të ndanit me të gjithë ata që po na ndjekin për të informuar më shumë për rreth parkut, mirë po pse jo edhe të rrisin vetdijen dhe ndërgjegjësimin sa i përket edhe një mrekullie kaq të madhe natyrore që ne e kemi dhe ndoshta edhe nuk jemi të vetëdijshëm. Mesazhi im është që fillimisht ta ruajmë. Ta ruajmë parkun edhe ta promovojmë së bashku. Domethënë promovimi i çdo shtegu, i çdo pike, mendoj se ka vlerën jashtëzakonisht të madhe ku të gjithë bashkërisht duhet t'i vizitojmë dhe t'i promovojmë dhe të thirrim turistë nga jashtë shok që mund të na ndihmojnë në një farë forme. Shumë e vërtetë. Ju falenderoj shumë që ishit prezent sot bashkë me ne dhe për të gjithë shikuesit që po na ndjekin për të vizituar Malin Sharr. Tani më keni edhe një qendër ku mund të drejtoheni, të informoheni pak më shumë, ta vizitoni edhe ekipin e mrekullueshëm i cili përkujdeset për të gjithë mirëqenien e këtij parki dhe pse jo, gjithmonë duhet potencuar që vizita në natyrë është shumë në fakt sjell benefitet e saj edhe për shëndetin mendor, pse jo të gjitha vizitojmë sa më shpesh Parkun Nacional. Faleminderit shumë Valbona, ishte kënaqësi të jem pjesë e misionit tuaj. Faleminderit shumë.